katërt i diasporës në data 13, 14 dhe 15 prill, duke filluar që sot pra me ceremoninë e hapjes. Vim pas një periudhe të gjatë të diskutimeve të ndryshme me diasporën tonë, të zhvillimeve të ndryshme, dhe ku kemi mësuar shumë, ku kemi patur shumë sfida, dhe mendoj se në këtë edicion kemi pritshmëri shumë të lartë për sa i përket mekanizmave më konkret të marrëdhënies tonë me diasporën. Dhe besoj pritshmëria është edhe një rritje e dukshme e profilit ndërkombëtar të Shqipërisë përmes rrjetit të saj njerëzor global. Pra vim pas 4 edicionesh ku i pari ka themeluar dialogun ton të parë me diasporën, i dyti në 2019 bëri bashkë institucionet, apo ngriti le të themi dhe institucionalisht marrëdhënien tonë me diasporën. Në samitin e tretë kemi patur diskutime tematike, sektoriale, nga arsimi të agroturizmi, të inovacioni, vota e diasporës, dhe këtë edicion ne vim pas votës së diasporës të bërë realitet, pra zgjedhjet e kaluara, dhe mendoj me shumë bagazh, me shumë piketa e gjëra që ne kemi mësuar gjatë kësaj kohe, po sigurisht që ky summit do të jetë dhe një shtysë shumë e mirë për të vijuar më tej në marrëdhënien tonë me diasporën. Si do të garantohet që përfshirja sigurisht e diasporës në proceset zgjedhore të mos mbetet vetëm në nivel premtimesh? Padyshim që në këtë summit bëhet fjalë për diskutime konkrete dhe për propozime dhe për çfarë do të krijohet. Pra, shkojmë për te vetëm thjesht diskutimeve. Ne i njohim tani diasporën tonë, ne kemi të qartë cilët janë ata dhe duhet ta çojmë në një fazë tjetër. E para njërë për të vendosur diasporën tonë drejt për drejt në procesin e integrimit, për të parë diasporën tonë si partner të vërtet në proceset tona, dhe jo thjesht për të biseduar me diasporën, për diasporën, por me diasporën. Dhe në këtë summit do të flasim për mundësi konkrete, se si mund të investohet më lehtë në Shqipëri, si mund të kthehen remitancat në zhvillim, si mund të përdoret kjo ekspertizë e diasporës në procesin e integrimit evropian, por jo vetëm, dhe se si mund forcohet zëri tyre në vendimarrje, pasi sikur se përmenda ne kemi patur dhe eksperiencën tani më për herë të parë të votës diasporës, po si mund ta çojmë për te kësaj. Dhe sigurisht që do të ketë personalitetet spikatura nga diaspora e gjerë, institucione të pushtetit qendror dhe lokal, por edhe biznese, universitete, akademi, pra partnerë ndërkombëtar, kështu që do të jetë një diskutim i gjerë dhe në lidhje me tema nga më